Para du ju falenderu të gjithëve për këtë përkushtim dhe për punën që po e bëni çdo ditë. Kjo është shumë e rëndësishme dhe ju falenderojmë shumë e ju kërkojmë falje për krejt çka po ndodh aktualisht në vendin e Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës ju kërkojmë falje. Sa i përket zgjedhjeve lokale është vërtet ne fokusin tash e kemi tek zgjedhjet lokale. Është shpall data e zgjedhjeve 12 tetori do të vijë shpejt. Jemi në përgatitje dhe jemi duke i propozu kandidatët për kryetarët komunave, po edhe kandidatët për asamblej. Dhe normalisht që kjo sag që po e shohim çdo ditë ky cirkuz bie në hije kur ne tash fokusin e zhvendosim ka zgjedhjet lokale. Por në asnjë moment nuk duhet me lënë anash këtë cirk që po ndodh aktualisht. Dhe ky cirk është krejtësisht si rezultat i partisë të madhe dhe kryenësisë saj për mos dalë nga kjo krizë politike. Krizë politike jemi në krizë të thellë dhe përgjegjësinë kryesore për këtë krizë e ka partia fituese e zgjedhjeve. Ajo duhet të bëjë përpjekje për dalë nga kjo krizë politike e nuk ka një përpjekje efektive. Kjo është asnjë përpjekje për dalë nga kjo situatë. Shoni, ne sa na përket ne kemi interesim dhe bëjmë thirrje që Siria dhe u gjetë me njëherë në ardhëri tek një marrëveshje politike e kjo është përgjegjësia e parit le ta bëjnë marrëveshjen politike. Ka opsione, gjithë. Pra nuk është kuvendi i Kosovës pa opsione. Mundet në ardhëri tek një marrëveshje politike nëse ka përpjekje serioze.